Territori i Kosovës për datën 10 korrik 2026 do të karakterizohet nga një modë relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell, që pas ditës në disa zona melore mund të ketë vranësira kalimtare por pa rreshje të rëndësishme. Paraditja do të ketë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vjen me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 33 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 20:22 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 32 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 31 gradë. Skënderaj 15 deri në 32 gradë. Pej 15 deri në 32 gradë. Prishtinë 15 deri në 33 gradë. Gjakov 16 deri në 33 gradë. Malishev 16 deri në 33 gradë. Gjilan 15 deri në 32 gradë. Ferizaj 15 deri në 32 gradë. Kaçanik 14 deri në 31 gradë. Suharek 16 deri në 33 gradë. Prizren 16 deri në 33 gradë Celsius.